tani, më fali sekond tani, se këto po thonë që siç po emigrojnë italianët e grekët, po emigrojnë dhe shqiptarët dhe kjo është gjë normale. A është normale mënyra se si po boshatiset Shqipëria për mendimin tuaj, me që na doli biseda këtu? Sepse edhe italianët kështu po ikin. Atëherë, emigrimi vjen kur ti nuk ke as të tashme, as të ardhme. Flasim për dy vendet komshin, e njëjta gjë është në Shqipëri. Pra një shqiptar banues i Shqipërisë sot ka të tashme, jeton mirë sot për sot në Shqipëri, ka mundësi për një ardhmë më të mirë si për veten, si për fëmijët. Pra çdo gjë nis nga realiteti. Pra çfarë ofron shteti shqiptar për qytetarët e tij në ditët e sotme? Arsimi, kultura, shëndetësia, drejtësia. Më fal, nuk më kuptove. Ndoshta ky lloj emigrimi që po bëjnë vendet fqinje justifikon boshatisjen e Shqipërisë në sy të atyre që drejtojnë vendin, sepse ata thonë s'po ndodhej ata e madhe, siç po ikin nga Italia dhe Greqia, po ikin dhe nga Shqipëria. Ndërkohë që mendimi im është që nga Shqipëria ikin me sforco, pa dokumenta, pa të drejta pune, ndërsa nga italianët dhe grekët ikin si zotni me pasaportë. Ikin për karrierë, edhe unë vetë, unë kam ardhur në mënyrë civile, erdha tamam në mënyrë njerëzore dhe ligjore në Irlandë, fjalë, mu dukte vetja e privilegjuar biles kur erdha. Atëherë, këtë justifikim të shtetit shqiptar me që po e sillni në këtë krahasim. Jo, me që doli biseda, pa problem, na përket që gjithëve ajo. Edhe e fakti pse vinë çdo ditë nga Shqipëria dhe unë i takoj në punën time të përditshme shqiptarë që vinë për ditë, edhe ke krahasimi. Atëherë, këtë e thon shifrat. Pra, në krahasim me përqindjen e popullsisë, sa përqind e shqiptarëve emigrojnë çdo vit? E njëjta gjë për Greqinë dhe Italinë, sa përqind e popullsisë emigron çdo vit? Unë mendoj që respektivisht plus nuk është normale kjo përqindje e lartë e emigrimit. Dhe plus italianët emigrojnë me terma të tjera, jo me termat që emigrojnë shqiptarët, për sa i përket të drejtave, mundësive e tjera. Imagjino të kishin shqiptarët drejtat e italianëve, do kishin ikë jo 50% e popullatës, por 100%. Kjo është relative, Endri, sepse edhe unë, qytetare italiane, mas 24 viteve, edhe italiani i lindur autokton në Itali, kur emigron se mungon baza, mungon e sotmja. Pra, kushtet e punës, oraret e punës, kontrata e punës dhe hapësira për të ecur më lart, për karrierë, për përmirësim, për i rinovim, krijimtarimi, fjalë. Dhe kjo ju mungon italianëve. Pra, ju mungon Italis nga fillimi në fund edhe të dy ishit, Sicilia dhe Sardenja. Pra, italianët që të vinë këtu nuk shohin as të tashmen të përshtatshme dhe as të ardhmen në Itali. Pra, është diçka që unë e shoh se kam shumë të njohur italian, jo vetëm në punën time si interpretër, si përkthyese, po edhe si shoqëri miqësi, sepse i Dublini është i mbledhur si qytet. Çfarë duhet ofroja ardhmja që nuk e shikoni? Çfarë do të thotë nuk shikoj të ardhmen? Çfarë duhet shikojnë që nuk e shikojnë dot? Atëherë, në çfarë shikojnë diku tjetër? Atëherë, kjo në atë nuk është për gjithë italianët, me 100%, po bëhet për pjesën më të madhe, ose të emigrantëve që unë kam këtu. Atëherë, rroga, kontributet dhe pasiguria e punës, kontratat e punës. Shumica tani të punson me partita IVA, do të thotë i vetë punësuar. Dhe vetë punësimi nuk ka garanci edhe taksa. Nuk e mbrojtje nga sindikata dhe nga kodi punës e gjitha, kur je i vetë punësuar, apo jo? Atëherë, është tjetër status ligjor ku je i vetë punësuar, po që edhe Italia, jo si Shqipëria, po dhe Italia vetë, diferenca ndërmjet ligjit të shkruar, pra rregullave të shkruar dhe realitetit nuk përputhen. Dhe kjo mospërputhje bën që njerëzit kërkojnë, lodhen, thonë mjaft, basta, edhe ikin. Pra janë shumë. Është edhe diferenca mes veriut dhe jugut Italisë, Endri, sa për kuriozitet një shpjegim të vogël. Nga Toskana e sipër ose nga mesi Italisë e sipër ka mundësi më të mëdhaja, sepse ka industri. Kurse jugu gjithmonë është lënë pak sa më i prapambetur. Thonë do bëjmë një rrugë ndërlidhëse me jugun me veriun, ka mbi 20 vjet që unë e dëgjoj dhe nuk është bërë akoma. Politikat për sa i përket eksportimit, qoftë edhe të produkteve të jugut që janë të mrekullueshme, nuk janë të sakta në Itali dhe nuk i motivojnë kultivuesit që të prodhojnë. Sepse siç e shikon dhe këtu në Angli,
Vinë çdo gjë nga Spanja, nuk vinë nga Italia. Edhe kjo është një headcap, sepse nuk i promovon ato. Ja merr me 5 pi portokallin kilen. Do të thënë, ka një disbalancë shumë të madhe edhe në Itali, po në Itali ndodh edhe diçka tjetër. Nëse personat nga jugu duan karrierë dhe duan siguri, ka persona që vinë edhe për eksperiencë dhe këtë unë dua ta promovoj qoftë edhe për Shqipërinë. Ato kanë të drejtën në mënyrën të lëvizjes dhe thotë, pse jo, unë mund të emigroj kudo, imigrimi, lëvizja është e bukur, të pasuron, dhe vjen bën 1 vit, bën 2 vit. Gjë e tillë, tash fal dhe vizave kanë filluar dhe shqiptarët profesionistë marrin viza, bëjnë studimet këtu dhe kjo është për të promovuar. Por ky është realiteti. Nëse ti do vetëm thjesht lëvizësh për nevoja ekonomike, për Shqipërinë për momentin, siç kemi folur disa herë, nuk është e mundur.